Qytetarët e Kosovës e kanë cilësuar situatën shqetësuese për dyshimet për manipulim të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke kërkuar përgjegjësi ligjore për të gjithë ata që kanë cënuar procesin zgjedhor, raporton Ekonomia Online. Por nëse janë vjedhur këtë ka punë gjykata, ka prokuroria, ata të cilët i kanë shkaktuar këtë vjedhje duhet të përgjigjen para drejtësisë. Këtë zgjedhje është mirë, sa më shpejt më rregulluese. Kosova nuk ka në vepër konstitucional, është diçka tepër gabim, sepse kështu e kena dëshpëruar shumë kësaj bashkë ndërkombëtare, sidomos ata amerikanë, gjermanë dhe anglezë, ju dëshpëruar me neve tepër kësaj për arsye se ata na kanë njoftë neve si shtet. Prandaj na duhet ta ndihmojmë vetë mirë, po ne për fat keq na mungon vetdia shtetënore. E kjo vetdia shtetënore, kjo nuk na çon neve përpara as pak. Për arsye se na do të bësh shembull amerikan, ata kanë sa ditë kështu për 300 vjet. Anglezët kanë parlament që 800 vjet. E na nuk jemi në gjendje në pozicion me realizu kjo është për njëve të mjerim të merë. Patjetër se një akt i këtillë ka shkatu një dëm të madh, sepse është keq përdor vota e lirë, është keq përdor edhe një gjë e këtillë s'ka guxuar të ndodhë, sepse është një shprehje e lirë e qytetarëve. Po, aja kuptuat me siguri që mbjellë se popën me shkel e me montua votën e drejtës që i takon popullit, aja shumë e keqe, shumë e rëndë. Aja mundet mu dënua deri në 5-6 vite. Herave tjera na dalëm dhe votojmë që ato që kena votuar ta, se votojmë apet, drejta, këtë votat i kanë vjedhë për para. Fytë këja, lytë këja, a këja. 80.000 vota ja kanë vjedhë Albin Kurtit, që nejtim më të Kurtit, për shembull që e Shtini, ja kanë vjedhë, i kishin radhë 8 deputet, atëherë. Dyshimet për keqpërdorimin e 68.000 votave të kandidatëve për deputet në Prizren ka vënë më 23 janar në lëvizje prokurorinë dhe themelore të këtij rajoni. Në një aksion të saj janë arrestuar 109 komisionerë si të dyshuar për manipulim të votave. Në mesin e tyre ka edhe familjarë dhe persona të afërt të kandidatëve, të cilët janë dërguar në mbajtje. Pos për falsifikim të rezultateve të votimit, ata dyshohen edhe për 2 vepra të tjera penale.